Mirënjohje të gjitha mediave, sidomos atyre që inicuan, nxitën dhe e bën çështje të agjendës publike një të drejtë të fituar e cila u takon shqiptarëve. E kishin normë të shkruar e zezë në të bardhë, por nuk zbatohej. Mirënjohje edhe kontributit të ambasadorit të Shqipërisë, Denion Mejdani, për zgjidhjen e këtij problemi. Por sabri apo durimi do të na duhet ende, sepse nga e thëna në të bërë është një det i tërë. Kështu që presim fjalët të bëhen vepra. Kur flitet për provimin e jurisprudencës, nuk bëhet fjalë vetëm për çështjen e gjuhës apo terminologjisë juridike, por më shumë për trajtimin dhe pozicionimin e shtetit karshi shqiptarëve, i cili nga diskriminues duhet të shndrohet në shtet i mundësive të barabarta për qytetarët. Përfundimisht, të drejtat duhet t'i garantoj shteti dhe jo të realizohen duke i kërkuar.